Ky emision përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje shikues të dashur, edhe sot po takohemi sërish bashk, unë, Lola pra dhe motra ime Anita, me recetat tona të thjeshta ndoshta, por të shijshme për të shijuar. Sot kemi vendosur të përgatisim një supë shtëpie dhe përbërësit janë brokoli, purin, celer, patate, hudhër edhe mente. Atëherë unë hyrjen e bëra, por gatimin do ta filloj Anita. Kështu që Filloj me gatimin, pra si tha dhe Lola, kemi brokoli, celer, purri, qa kishte tjetër, patate, hudhër dhe mente. Edhe dal nga dal ne shkojmë edhe tu i shtu diçka në bazë të shijes. Pe marrë pe qëroj. Diçka tjetër që moj unë ndërkohë me të ndihmu? Me blu brokolin për shembull. Okej. Edhe me blu patate. Është shumë krejt? Dhe gjysmë ndoshta? Nuk varet për sa persona jena tu pregadit. Po na zakonisht si gratë devotshme që jemi dhe nuset glëgjanit, kur të shtrojnë sofrën për nja 12 veta, edhe një nuk na del. Për që ato na veç me një pe bojnë. Okej. Për shihër pe bojnë. Ate, qas ujë mu vlu? Jo, njerë duna me qitë pak vaj ulliri. Qëto? Po. Okej. Me kovërdis këta. Ashtë bërë? Po. Ana blu tani? Duk me blu. Nëse shumë fort që. A me nërë poqën Anita jo? Jo, Lola, sa ajo tash vazhdimisht ka më ndjek. Ti veç shkatuj kovërdis këtu. Okej. Edhe veç mës milion mo. Unë djekë. Djekë. Në vishë të këqyri ploqën, një? Unë shkoj tu ashtu ka pak. Atëherë supa po zihet. Po, ta hidhim edhe këtë patatën që e kemi blu. Komplir. Patat. Të marrim edhe pak kopër, sepse si që të thash mu kopram. Të pëlqen shumë. Ja qasë edhe djatet edhe mishë dhe kretve lidhje me. Në mbëlsirës a e qëtë? Jo. Jo. Edhe këta. Se ne Qa kishim jo këtë? gjitha recetat që i kemi përzgjedh, nuk e dija rastësisht ta me qëllim, po me ngjyrë jeshile. Anita është shumë healthy për ndryshe, e shëndetshme, jeton shëndetshëm. Kemi... Ta të shojmë ëmbëlsirën nesër. Jo, ëmbëlsira ka pak verdhërsira. Me të Jo verdhë. gjelbërsira. Kjo shumë e mirë është për detox. Po. Për shembull, kur bëni palestër e kështu gjërash. Për shembull, mos me pas nga kohën e kufizume, këtu veç 12 minuta të emisionit, kishim ujtë me lonë këto katal. Gjysdite, a? Jo, gjysdite se i hup tani krejt vitamin. O, Anit, se nuk kena zgjedh pasol me bu. Ishdo është me bujtë këtë studi. Të ndryshe mu së më pëlqen shumë pasole. Nuk po. Me speca përshio, se me dhe speca Vesh një lloj supe është edhe pasole. Se na i thojmë gjellë, po ma shumë si supë.
preferohet? Pasulli është specia në vete, Lola. S'ka emër. Ate qesim stash me vlu? Anit për shembull me të vetë flia dhe me gatu? Po. Po. Pitës di me bo. Apo. As me petat vleme? E kom provu njerë me bo me petat vleme, pero e kom qitë shumë spanaç, më ka bo si lasagne. Hajde të mësën motra, unë për shembull i qaj pitet. Mantia nuk di me bo dhe pse gjini i hanë shumë. Mantijat me mish i pëlqen. E kom provu edhe ato njerë me bo, nuk di pse pitës di me bo. Anita është shumë e mirë në pregaditin e ushqimit detit. Edhe i pëlqen me hangër, po edhe e bën mirë. Edhe nuk e di pse s'ke përzgjedh sot diçka që ashtu me bo. Kom përzgjedh supë, sepse tash në këto ditë nxehta vere, na vyn pak Detox që mu dok pak ma vital, ma fit, mos më të fry shumë barku. Po, këtë drejt. Besoj që ta marrësh. Tash tamam. Tash veç po i heqim edhe po i qojmë te blenderi në mënyrë që këto me u bot pastaj si pure dhe me u duk ma bukur. Opa. Bravo. Dil që klina. Ishte nali ploqën. Heqim këto materialet këtu. Ja. Abrakadabra. Mira. Spak. Tash pak si pure, po ndokët. E po tash kjo supë është. Ajë më të për nërvas. Pak lente për ta bu ma Të pasur? Ma përmbajtësore. Edhe tash supash zihet. Supash të njërë. Bile me pas një ka pak me ndu të ngjirën në mënyrë që mos me ushterë dhe mos me ufa. Shkon një. Qëta shë qemë dhe një ka pak. Vishtë janë ndrojna ploqën. A me lëshu? Po. Që kjo është? Veç ka dalë. Që? Tash besoj supa është gati. Po e mirë. Edhe i rapi vjen shumë mirë. Atja qesim pak edhe biber zi para se me... Kur të servojna në fund, të pjata? Jo. A që të pëtëna? Po. Se supa s'djedin lull, po më sartë i bëj supa në shpet. I bëj qështu, me qam kametin frigorifer. Ma të mira dole. Mirë shumë. Penali. Po, nales uzi. Kjo një me uzi. Edhe ma Supat shumë... me perime me zi edhe ma shumë, mandej veç e hupin vlerën e vetë ushqyse. Okej. Bo. Që qështë? Kjo është Kam vendos Supa. një lule. Jo me ta dhuru ty, Ame, po supës. si dekor. Ua sa bukur po duket. Edhe i rapër janë shumë e shishme. Kjo është supë shumë përmbajtësore, shumë ushqyese me vlera ushqyese, edhe është shumë e mirë, pra si që thamë edhe më përpara, për detox, për të mbajtur linjen mirë, edhe për ata që bëjnë ushtrime në palestër apo diçka, ose edhe ata që shkojnë në plazh për të mos më u fry barku. Ju bëth mirë tash jami.